Dëgjojni që nga dëgjojnë edhe ato të Spakut. Rama, Rama, Spak ju! Rama, Rama, Spak ju! Rama, Rama, Spak ju! Jemi sot pas 50 ditësh përsëri këtë protest. E kush do ta mendonte se do t'ishim këtu pas 50 ditësh edhe ditën e finales botrorit. Ne kemi qenë këtu prej ditës parë për t'i dëshmuar fillimisht njëri tjetrit e më pas qeverisë se e kemi seriozisht. E vijojmë t'jemi sot edhe pas ditës 50 me t'njejtën konsistencë, me t'njejtën vendosmëri për t'i thënë gjithve se ne e kemi seriozisht e ne nuk largohemi pa u larguar ai që është struku kryeministri. Këtë protest janë munduar të ndalojnë me qindra mënyra. A ja kanë arritur apo jo? E qa është më e rëndësishme? A do ja arrin të ndalojnë apo jo? Unë jam i bindur që kjo protest, pavarësisht vullnetit të kujton këtë shoqëri, nuk ndalon më. Kjo është aktivizuar dhe është një prej atyre vulkaneve që nuk ndalon edhe pëtoj kushto. Kur thonin ditët e para, i nxorri Greku, i nxorri Serbi, Irani, Sorosi, e me radhë. Ore mirë i nxorri, po kush është ai që do i ndaloj lind pyetja? A do e ndaloj njëri këtë protest apo jo? Këtë protest do e ndaloj vetëm dorëheqja e Edi Ramës dhe realizimi të gjitha pikave. Kjo protest do ndaloj vetëm atëherë kur ligji 21-24 të anulohet, kur fatromat dhe betonjerët të largohen një herë e mirë nga zonat e mbrojtura që nisin prej Zvërneci e deri në Rjoll. Kjo protest do ndaloj vetëm atëherë kur jo shqiptarët vendosin të mos ikin, por edhe ata që kanë ikur të vendosin të kthehen në vendin e tyre, sepse këtu kanë familjarët dhe të ardhmen e tyre. Kjo protest do ndaloj kur në parlamentin ton përfaqësues mos t'jenë më kriminalët e oligarkët, por t'jenë vetëm përfaqësues të qytetarëve. E deri atëherë i themi çdo skeptiku e çdo kritiku që kjo protest do vazhdoj pavarësisht vullnetit dhe dëshirës tyre. Ju erdhi fundi! 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 Kjo protest e ka pasje onën shumë madhe. Është quar në gjitha kontinentet. Shqiptarët janë shuar kudo që kanë qenë. Janë bërë më shumë se 100 protesta në gjithë botën nga shqiptarët. Ndaj sot kam kënaqësinë që fjalimin e parë t'ja jap një zonje që vjen nga Kanadarja, ka protestuar atje dhe vjen protestoj përsëri këtu bashkë me ju e
bashkë me ne.